Përshëndetje të gjithëve, ne jemi Trade Castlevania, si çdo javë jemi këtu me Henrin dhe me Irdin, do të flasim për analizën e tregeve financiare, stocks, kripto dhe malrat dhe forex, do mbulojmë pak. Po ashtu kemi pas një javë me shumë lajme dhe evente, kështu që ne do ta nisim podcastin si çdo javë me këto ngjarjet kryesore, çfarë ka ndodhur, si ka ndikuar në tregjet, edhe do të shikojmë kemi një java që do të vi do të jetë me vërtet vendimtare, pasi kemi edhe fjalimin e Jerome Powell, dhe gjithë presin ndoshta se çfarë do të thotë, ndoshta një ulje të normave të interesit, dhe do t'i diskutojmë së bashku. Përshëndetje çuna. Përshëndetje Kleo. Po, ishte një javë me shumë ngjarje të ndryshme për punësimin, kryesisht për punësimin, por dhe GDP-ja që patin të mërkurën një shitje tregu në pre-market. Kemi pasur dhe raportimet e të ardhura të disa nga Magnificent Seven, që është Microsofti, Apple, Amazon dhe Meta. Irdi, do fillosh ti herë me ngjarjet kryesore nga ana jote, çfarë? Po, për mua më e rëndësishme ishte ajo të mërkurës e GDP-s amerikane, që pati një katërsi me 0.3%. Përshë kjo të regon ato shërat e para të recesionit, dhe më thënë që për shënë publiku i gjërë, se në kemi thënë që në vjetor, dhe më thënë ato shëngat që kemi parë. Mos me përqemi fare si data, edhe kjo të projekte si doli për unemployment, përmërsi se doli më të mira se që priteshin, këto gjithmo përsoj ndryshime, sepse lexova një artikull dhe më thënë që kompanit thjesht plotësojnë ato vendet në fillim të muaj që po duam kaq punonjës, por nuk është se punësohen aq punonjës. Për shembull duam 10 inxhinier, ata punësojnë 1, domethënë. Pavarësisht se kanë nxjerr njoftimin e punës për 10 inxhinier. Por që këto kanë gjithmonë ato shikohen për herë të dytë, për herë të tretë, që kanë ato datat e tyre për të parë. Për shembull unë akoma nuk është se kam besim shumë te ekonomia. Lajme pozitive ishin të earnings të kompanive kryesore, siç e diskutuam, Microsofti, Meta, Amazon duket të kishte këtë Apple. Donat të gjitha shumë pozitive. Kjo është para tarifave, që do të kuptoni është mujor që parë nga janari deri në mars. Kishte sërse tarifat fliteshin shumë në atë periudhë, domethënë kishte spekulime, por nuk ishin plane, domethënë edhe tregtia ka vazhduar normalisht. Tashi për mendimin tim është tremujori 2 që duhet para earnings, sepse nëse butë reta kollet, asnjë kompani nuk dha future forecast, domethënë nuk kishin asnjë forecast, domethënë sepse gjithmonë tregu lëviz në bazë të parashikimit që bëjnë kompanitë për veten e tyre. Edhe po ta vinin të raportet e viteve të kaluara, raportet po dilin shumë mirë, por nëse kishin parashikimin e dobët, binte stoku. Kurse këtë vit smormat parashikime dhe u rritën, kështu që do të vëni kujdes në këtë pjesë. Kjo është një gjë që unë përmend edhe te Telegrami, që se po thoshin që ka dalë shumë mirë ekonomia një nga antarët aty, dhe unë jam bullish derisa duhet kështu të themi raportimet. Edhe unë i thash që duhet të shikojmë forward ose forecasted earnings si po dalin. Po vazhdo Iri. Dhe pakëm shumë këto, domethënë, kjo ka pasur një, domethënë nga mërkura deri të premte kishim goxha rritje të tregut me 2-3% pothuajse të S&P-s. Por akoma poshtë nivelit të 200 të mesatarës 200 ditore të S&P 500, të 5800, të 5710 më duket arrinim ato si pikë rezistence, pak a shumë si efekt psikologjik që ka tregu. Sepse kam bler aty, për ta shpjeguar, domethënë kam bler aty ata që mendonin që s'do bjerë por 200-s, edhe kur të shkoj te 200-s do duket vetë të pasur, pavarësisht se janë 0 lekë të fituar nga tredi i tyre. Por tjerë s'duan të kenë humbje, kështu që mund të kemi një shitje të tregut në atë pikë. Një gjë tjetër që nuk shikohet shumë, ose nuk është parë shumë me do këtë javë me ngjarjet e tjera dhe me data që ka dalë nga Amerika, ka qenë kërkesat e papunësimit, që mbahet si një gjë që nuk është shumë e rëndësishme, po unë personalisht shikoj si një shenjë e para që mund të japi për një recesion edhe ishin në rritje. Duke dolit ma e sa mos gaboj, do t'i kontrolloj këtu, 244.000 kërkesa papunësimi dhe priteshet të ishin diku te 230.000. Unë kam thënë disa herë
Val, çfarë do jeri? Jo, kështu domethënë kemi thënë domethënë nga Dodge, nga domethënë lexova një lajm që punonësit e DHL-s sa u futën tarifat me Kinën, humbën punën diku te 1.000-2.000 punonjës Po. direkt domethënë sepse nuk ka kërkesë për produkte kineze, sepse ai i bën në punë domethënë, kështu që është bërë problematike. Dhe shohim do të ndërmarrë që shumë mësojnë të vërteta. Po, zoni që unë kam përmendur shpesh në podcastin ton ka qenë 250-260.000. Mbi 250.000 fillon që du të keni frikë. Në tempo që del vazhdimisht çdo javë mbi 250 dhe pastaj fillon një rritje graduale, du të kemi shumë kujdes që tani jemi në një gjendje që do vi recesioni, një shenjë në temi parapritëse e një recesioni që do vi aktualisht, jo spekulimet e tjera që kemi bërë ne dhe analizat e tjera që kemi bërë këto muaj. Kjo është një gjë që duhet ta shikojmë me shumë kujdes, edhe unë kam gjithmonë në vëzhgim, edhe pse nuk mbahet si një në lajmet ose data më të rëndësishme. Sa për GDP-n, unë të mërkur shita gjithë portfolion tim me lajmin e GDP-s, ndoshta pak si shpejt edhe herët, zakonisht jam më le themi i kujdesh me shitjet, i marr më gradualisht, hap pas hapi, kush tregon dobësi më shumë, edhe kështu me radhë. Shumica e aksioneve që unë shita vazhdon dhe pak më lart, tani për të parë këtë javë po që kemi atë rezistencën më lart dhe të ulemi. Por mu më friksoi realisht ajo lajmi i GDP-s, sepse parashikimi ishte të dilte plus 0.3%, doli minus 0.3%. Edhe për një periudhë që nuk ka patur akoma impaktet e tarifave, se është 3 mujor i kaluar. Dhe do të thotë që 3 mujor i parë i administratës Trump, që nga janari deri te marsi, ka qenë një periudhë nga dalsimi të ekonomisë amerikane, edhe pa tarifa. Tani me tarifa që do vinë dhe impakti tarifa që do ndjehet, se i gjë tjetër që po thuhet është që do ulen tarifat, ose tarifat do shkojnë nga 145% që janë për Kinën, te 20 ose 30 ose 50 s'ka rëndësi shifra që do vendoset, do ulen. Por nuk po merret parasysh fakti që po prap do jetë një tarif që s'ka qenë më parë. Po prap do ketë një impakt te ekonomia amerikane, sepse janë tarifa shtesë që janë shtuar dhe do rrisin në temë inflacionin dhe do kenë impakt te ekonomia në përgjithësi. Kështu që edhe po që do dalë një lajm pozitiv që do ulen tarifat, po prap do ndihet impakti i një farë tarife që do ketë, sado të pakti që të jetë. Se unë nuk isha në dieni, por Apple, arsye pse kanë dalë të ardhurat e mira dhe vazhdojnë të jenë optimist për Apple, sepse ka krijuar një exemption, një farë si ta përkthej shqip fjalën. Ka përjashtuar gjërat elektronike, domethënë iPhone-ët, kompjuterat, teknologji pra kështu. Po, kështu që ka përjashtuar telefonat dhe këtë që thotë teknologjinë, edhe ka marrë tarifat te 20%. Gjithsesi, dhe me atë tarif te 20% ka një impakt diku te 5% te të ardhurat e Apple thoshe nga UBS-i, banka UBS. Te ishte te 145% dhe kishte impakt diku te 29% te të ardhurat e Apple. Kemi atë 5% që me sa duket Trumpi do të bëjë diçka, se e shpjegova edhe te Telegrami këtë, do të bëj rritjen e tarifave, uljen e taksave të biznesit dhe të balancojë situatën, që bizneset mos kenë le themi ndonjë impakt masiv, ta paguajnë atë taks, mos ta paguajnë kooperatat dhe bizneset në Amerikë, ta paguajnë shtetet e huaja që le themi ose bizneset që importojnë. Është për të parë lëvizja. Një gjë tjetër që do të thotë që po pritet shumë kjo uljen e normave të interesit këtë javë që do vi, ti ke ndonjë mendim për këtë? Edhe Kleo? Po, të pritet të ulja e normave të interesit, po për mendimin tim, për siguri nuk do kemi ulje të normave të interesit, pasi do shikoj datat
Ka nxjerrë vetë tash, kështu që është tamam përprovo vetë sakt. Kështu që do thotë ekonomia është akoma e ndryshme, kishim një dalsim të GDP-s, kështu që s'mund të ulim normat e interesit, pa punësimi vazhdon të jetë i qëndrueshëm dhe i fortë në Amerikë. Kështu që besoj se do i mbajnë normat e interesit, para shumë kjo është strategjia e Powell, sepse siç e kemi thënë, inflacioni është frika më e madhe e Bankës Qendrore dhe amerikanëve përgjithsisht. Edhe duke tarifa që janë në vetvete reklamatore, domethënë, kështu që është vështirë që të kemi një ulje të normat të interesit. Pavarësisht se ka pasur presion të shtuar nga administrata e Trumpit për ulje normat të interesit, po. Dhe me thënë ka gjëra të ndara, pushtete të ndara. Jetoj në një shoqëri tjetër, kështu që është e vështirë, sepse Powell nuk është Powell si person, është thjesht si tip lideri, por nuk është se i merr ai vendimet. Është një kolegj që i merr vendimet për uljen e normave të interesit, votohet. Nuk është se i merr një person i vetëm, kështu që është e vështirë të ndryshosh shpejtin e 15-20 vetave që janë në komisione për tarifat. Eksakt, sepse dhe kjo pjesë nuk kuptohet që Powell është guvernatori ose chairmani i një bordi, një grup ose komision, se si mund përkthehet shqip, dhe janë të gjithë votojnë, edhe votojnë për parashikimet e atyre se kur do mendojnë ato që do ulen normat më mbrapa, ose ku i kanë ato dëshirë që të ulen normat. Edhe me këto informacione ne mund të bëjmë parashikime për tregjet. Por Jerome Powell ka vetëm një votë. Nuk është që është i vetmi aty dhe merr vendimet. Edhe kur thuhet që do hiqet Jerome Powell nga Banka Qendrore Amerikane, nuk është, le të themi, zgjidhja ajo. Gjithsesi ato të tjerë do rrinë aty. Pjesë e bordit, do jenë prapë të punësuar aty. Do të heqësh të gjithë, edhe ti zëvendësosh me persona që janë pro uljen e normave të interesit, ti të ulen normat e interesit. Ose do lesh ngjarjet, eventet që të ndodhin, informacionet ekonomike që të japin informacionet e duhura, që ato të marrin atë vendim të ulësh të normat e interesit, por të premten pak a shumë jam diku te 80% nga ana ime i vendosur që nuk do ulen normat e interesit, sepse doli punësimi i fortë dhe ai do thot po një gjë që ka thënë këto 5-6 muaj të fundit që tregon akoma fuqi tregu punësimit, ne nuk kemi arsye për të ulur, po presim akoma uljen e inflacionit te niveli 2%, dhe shumë rradh. Po një gjëra do dëgjoj. Po që i ul papritur, besoj që tregu shkon në hënë, po që si ul, atëherë do vazhdojmë të themi këtë volatilitet, po. Unë mendoj se i duhet e thash edhe përpara se të fillonim podcastin, i duhet një val tregut, domethënë bëj një lloj formim trendi, ndoshta te 1% ulët, po edhe mendoj që ndoshta mund të kemi në një lajm pozitiv, po jo uljet normave të interesit, do mendoj një të gjë. Po një gjë që më frikson është kjo që diskutuam më parë, të dhënat e GDP-s për 3 mujorin ishin negative, siç e thatë edhe ju, por nëse mbas 3 muajsh të tjerë do kemi prapë të dhëna negative, atëherë kjo është një shenjë e fortë recesioni. Dy muaj, kështu do të thotë 2 kuarter, se është një recesion bërsa. Po, është recesion, shkon drejt një recesioni, por ndoshta mund të kemi një rritje tani dhe të tregut dhe një ulje mbas nga vera ose diçka e tillë. Kjo është ajo që unë mendoj. Flas në terma afatgjat, por dhe kur flasim për recesion, ne kemi folur që në 10 orë nuk është recesioni ndodh sot për nesër, mund ndodhi edhe 2026-ën, në fillim të vitit 2026 ose në fund të 2025-s, por ka për ndodh. Ky është mendimi im. Duke parë disa faktorë tjerë ekonomik, unë e thash edhe në Discord para disa ditësh, e lexoj që një natë ula dhe analizova gjithçka dhe i thash që Amerika do shkojë drejt një recesioni, domethënë është diçka e pashmangshme. Ky është mendimi im personal. Po është edhe një gjë tjetër që duhet të kuptojmë është një cikël i natyrshëm në ekonominë. Cikli diçka që duhet ndodhi, diçka që nuk është një gjë e madhe që do të bësh wow.
Po, është thjesht të menaxhoj situatën. Është një nga 4 ciklet e ekonomik, nuk mund të jemi gjithmonë në rritje ekonomike, do ketë dhe val në rënje. Si tregu që kemi rritje dhe rënje, çdo gjë në këtë botë ka valët e vet. Diçka tjetër është domethënë që kemi arritur edhe në pikun të evaluimit të AI technology, nëse duket. Nuk është se shihet më si driving force për tregun në teknologjia AI, por që tash duhet gjetur një formulë e re, domethënë çfarë do të çojë ekonominë amerikane më lart. Por që prandaj ndoshta do kemi të periudhën e recesionit për të mbledhur kapital, për të zbuluar ide të reja, domethënë ku mund të kanojë shteti amerikan për investime. Që prandaj ndoshta është e pashmangshme. Po. Që të kemi një ulje të GDP të tregut. Do jetë një vit i vështirë, ndoshta ky vit do të jetë viti më i vështirë, mjafton mos humni kapitalin, edhe fund vitit po dolet me lekë tuaja është një arritje shumë e madhe. Ose edhe me 1% ndoshta të vogël humbje. Qofse do të kemi këtë recesionin, impaktet, gjithçka, do të jetë në vërtet vit i vështirë. Me menaxhim të mirë mund të nxjerrësh diçka që ne flasim pastaj për profesionistë si punë e henit. Nuk harrojmë domethënë që jemi akoma sa i bie 10%, 15% nga piku i S&P-s që kapëm në fillim të dhjetorit janarit. Që nuk është situatë, dhe përveçse se kemi pasur këto rritjen e 2-3 ditëve, jemi akoma shumë poshtë domethënë pikut. Është gjithmonë ajo ide që a ka gjetë bottom tregu, dhe kur e shikon chartin, unë nuk mendoj që ka gjetur bottom tregu. Kjo është një nga për lower highs kur shikon ato candlesat javore dhe mujor, por a shumë. Po, dhe është pak problem, do të shikojmë që kur do vija e valja e shitjes, mund të jetë 200 SMA që ne kemi diskutuar disa herë. E diskutuam dhe këtë pjesën që javën tjetër në të mërkurën një nga ngjarjet kryesore është vendimi për normët e interesit nga Banka Qendrore Amerikane, por dhe konferenca e shtypit të Jerome Powell ku do flitet për vendimin që ka marrë ato, pastaj dhe analiza që mund bëhet mas jave e minutave të Bankës Qendrore, mas 2 javësh më duket del ajo. Për datën 13 kemi dhe inflacionin, kështu që do shikojmë dhe inflacionin, por këto informacionet ekonomike dalin ditë mas dite, javë mas jave, do të shikojmë me kujdes edhe të fillojmë që të bëjmë parashikimet tona. Unë personalisht mund të them që mund të shkoj deri te 5800 S&P 500, pastaj mund të bëjë një rezistencë maksimumi te ajo zona. Ka për të bërë edhe një ulje vetëm për një arsye që ka 8 ditë në rritje, rresht. Tani kjo historikisht tregon që do ngadalsohet pak, do konsolidohet çmimi ose do kemi një ulje të balancohet ajo rritja me një mirë reverse me i kthim çmimi. Në një lajm tjetër, po shikoj këtu patëm te fit kjo. Kemi pasur këto jobless claims që janë rritur, që e përmenda unë. Jam bërë unë thash po, unë thash 244.000 janë 241.000. Por si një rritje patëm Metën, Microsoftin që e përmendëm, Apple që kishte rritje të premten, po, Quantum që harrova ta përmendja, që ne të Discordi jonë kemi tregtuar, Rigjeti, që UBT-n, dhe disa të tjera kemi ndarë aty, po nuk janë tregtuar nga gjithë anëtarët. Po Quantum pati një rritje shumë të madhe, dikute mesatarisht industria, 15% mëra ditës të premten. 15% kishte mëra ditës. Ishte shumë mirë si lëvizje. Po kjo ka do të shtojmë edhe një gjë këtu që çfarë dhe erdhi? Do të kisha bërë options të ajoni. Harrova të njoftoj aty, harrova të kisha bërë kontratë option. Sigurisht ka shkuar 1000-2000%, sepse është edhe premte fundjavë. E zakonisht është në çmim më të ulët zakonisht.
edhe ka arritje 1-2% të options. Kam qenë pak si ngarkuar me këto grupe të ndryshme që janë krijuar tani. Tash kemi hapur shumë grupe, shqiptar, europian. Po, dhe avash edhe kështu që s'kam pasur mundësi të njoftoja, po kur ishim në fillim atëherë përpara tani gati 9 muaj, 10 muaj që hapëm grupin. Atëherë kisha mundësi që të komunikoj pak më shpesh. SMCI-ja i ran earnings dhe forecasted earnings i dha më të ulta dhe prandaj patin një rënje të mërkurën, që ishte rëndësishme që hyn pak te sektori hyn te sektori i semiconductors. Semiconductors. SMCI-ja. Kleo, ndonjë lajm tjetër kripto ndoshta non-farm payrolls, edhe kjo ishte ditë me premte mos gaboj. Po. E përmendëm, nuk e përmendëm non-farm payrolls, edhe ka dalë numri më i lartë se parashikimet, tregues i fortë ekonomik për ekonominë e SBA-s, por që tregon shëndetësinë, flas shëndetësinë në thonjza, domethënë ekonominë fortë të Shtetet Bashkuara, po ndoshta edhe këto janë thjesht, mendoj unë, manipulime që qeveritarët amerikanë përpiqen t'i mbajnë nën kontroll përpara se të shkojmë drejt asaj uljes që presim në muajt e ardhshëm. Kemi pasur disa kompani si Airbus, Volkswagen që kanë thënë që tarifat do kenë një peshë të rëndë te bizneset e tyre. Edhe pse kanë marrë ato forecasted earnings, parashikimet e të ardhura në muajt në vazhdim të njëjtin nivele që kanë sa pas do të thotë javë po tregon shumë dobësi. Për një rast tarifat as shitjes po italisht si duhet. Po Volkswagen apo? Po Volkswagen. Volkswagen, unë nuk e kam parë si stok, por edhe kjo ka dalur shumë. Po, në përgjithësi mirë, ndonjë lajm në kripto, Kleo, kemi? Lajm në kripto ka Bullrani. Me shashikoj unë, domethënë tek unë i lexoj lajmet, kam një 2 faqe që i lexoj lajmet kryesore, po lajmet më të shumta për kripto janë. Shtyria e Bullranit që këta e kanë kaluar nga viti 2025 e çuan në 2026 tani, domethënë Bullrani. Po ndjekin kalendarin e GTA-s. Nga që u shty kjo çfarë është GTA-ja që do dilte për 6, GTA 6. Edhe këta menduan të shtyjnë edhe Bullranin sepse do të ketë një rritje të jashtëzakonshme me daljen e 2026. GTA-s. Unë po thoja aty privat, po thoja që po i ato thojnë parashikimin 2026 do ndodhe 2025 ndoshta. Edhe gjë e mirë që ne jemi, unë thash më shumë si shaka që të bëjmë gjën e kundër që thënë parashikuesit e bullraneve. Kur ato thënë ka bullran, ne do të jemi short. Kur ato thënë që ka marruar bullrani dhe do vi mas i viti, do të jemi long. Dhe ajo po ndodh, sepse kur shikon Bitcoinin, ne kemi tregtuar Bitcoinin long, ka 85. Ato janë friksuar tani dhe s'dun të dalin e shtyn, për arsye që thjesht nuk merr me parashikim të saktë, kaq. Po, këtë vit Bitcoini ka treguar me të vërtetë që është kripto më e sigurt, domethënë aseri më i sigurt për të investuar. Pra me të gjithë tjerë. Po do të tregtoja kripto me të Bitcoin dhe Ethereum ndoshta do të tregtoja, kështu që. Besoj se unë mendojnë 90% e tregtuesve serios, domethënë që investoj kapital në miliona dollarësh. Mund të investoj në PayPal ose në nuk e di çfarë monedash me kanë plot si Trump apo kështu. Nëse do investonin pasurinë e tyre, do investonin në Bitcoin ose Ethereum. Ndoshta ajo euforia për të investuar në meme coins, unë mendoj unë që është drejt fundit, drejt shuarjes, sepse kur djeg një shumicë caktuar njerëzish, është një histori do ta marr për rastin tim, qofse unë kisha investuar në një meme coin para 2 vjetësh ose 1 viti, edhe kapitali im do të ishte përgjysmuar ose do të ishte humbur 80% vlerës, atëherë si mund të investoj unë në një meme coins në këto vite tani?
Flas për këta që investojnë në meme coin. Domethënë ka humbaj besimin ndoshta se do vi duke humbur, edhe gjatë mbas një vite, 2 vjetësh këto do të zhduken komplet dhe ndoshta do të ngelin vetëm Bitcoin edhe kripto kryesore. Do të kemi një top 50 ose top 100 të kriptove që mund të luhen në treg ose mund të kenë atë besueshmërinë. Dhe një pastrim ose një pastrim të tregut. Faktikisht duhet tregut ky pastrim, do jetë më mirë edhe për ne që bëjmë trading, që to të pastrohen sepse do të kemi me kapitalit shumë qartësi, do vazhdoj kapitalit të futen në aset më të sigurta. Më të sigurta që mund të kapim ato valet më të mira. Kjo për ne traders është një avantazh i madh, por shikojmë çfarë do ndodhi. Mendimi im ky personal. Gjëti që unë dava të Telegrami, ndoshta ca e kam parë, ca nuk e kam parë, sepse po thoshin që po nuk shite, nuk humb. Je për shumë 50% minus, 70% minus. Edhe unë ja qova chartin e ADA-s, Cardanos, ja qova Atom, qova Sia Coin, shumë coins që unë kisha tregtuar në 2020, valën 2020-2021, që më dha mu të ardha, dhe i kam tregtuar dhe në këto valë, në këto 2-3 vjetë të fundit, por nuk kanë ritestuar atë all time high të 2021-shit. Cardano më duket ishte $3. Tani është diku te 80 cent. Nuk i kanë ritestuar edhe në valën e 2023-shit, 2024 nuk kanë ikur mbi $1 për shembull Cardano. Nuk kam rimar $3. Kur mendoni që jeni minus dhe do të rikthehet te çmimi më përpara, ku ka qenë një kripto, sidomos një kripto që nuk është i sigurt, dhe është thjesht një projekt, pasi lloj shërbimi, pasi lloj tarra, pasi lloj le të themi funksioni, akoma klientele. Si mund të thush ti që po nuk shiten, nuk del me humbje? Dërrish, dhe ke humbur gjithë kapitalin e ke dhënë tregut. Thjesht çorrim pa. Është shumë për të parë, sepse në 2008 kishin banka 100 vjeçare në Amerikë, që ka një kapital, ka një kështu, dhe në fund u zhduket nga faqja e vet. Nuk është buy and hold çdo gjë, domethënë. Eksakt. Kjo është një nuk ka institucione të sigurta, që bankat që kanë një kapital, kanë ekspertët financiar më të mirë të botës dhe nuk janë të paprekshëm gjatë gjendjeve ekonomike. Ti mund të ketë një monedë kripto që nuk është se ka ndonjë vlerë ka, domethënë në teknologjinë e saj, por nuk është se po avancon ose po rritet si vlerë. Kështu nuk e di. Po, jem s'kan asnjë vlerë, sepse Bitcoin më ta shohësh vlerën e Bitcoinit, por të bebe coins që kjo është shpjegimi më i dur që mund t'i bësh kësaj shëmbull që unë po them që në 2008 kanë rënë kanë falimentuar bizneset që kanë qenë 100 vjeçare, falimentojnë bizneset që kanë qenë 100 vjeçare, të sigurt, bankat të mëdha, Lehman Brothers të tjerë. Si mund të keni ju besim të një monedë që është thjesht një projekt edhe disa kodus që rrin me një dhomë dhe në kompjuter kodojnë gjithë ditë. Kjo është shkurt muhabeti, pastaj për meme coin dihet vetë në emër meme coin, rrezik i madh, nuk është investim, është thjesht spekulim. Por do të thotë që mos mendoni që po nuk e shitet do rikthehet po te zona që kanë qenë më parë, ndoshta nuk rikthehen te zona që kanë qenë në 2024 apo 2020. Ka një dokumentar diçka që po blinin dipin e Lehman Brothers Bank kur ishte ajo kriza 2008 se do rritën banka në bligeni mos keni frikë. Dhe në fund u zhduket fare si biznes dhe ata që investuan në dip humbën këtë gjë. Eksakt. Ata që kishin në top. Eksakt. Kjo është pak a shumë situata që janë investitorët në kripto. Fatkeqësi sepse është para e derdhur kot ja ke dhënë personave që janë në temi kanë manipuluar tregun ndoshta ose ndoshta janë edhe më taft, por është fatkeqësi që keni humbur kapitalin këtë vit, ku keni pasur një mundësi ose një kanal YouTube që ju ka thënë 3 muaj rresht që keni bear market. Dhe një tjetër për shtu këtu? Qua? Keni jo? Pa le me kaq? Vixi ka qenë rënje, është pozitive gjithashtu, por
Duke si ku parrit atë konsolidime, kështu që ndoshta nga eva tjetër, ndoshta përkon edhe me fjalimin e Jerome Powell, që mund të kemi një spike prap të VIX-it. Po, unë ndava një chart, ndoshta do mulojmë, mos harrojmë që ta mulojmë, por Ta mulojmë më vonë ndoshta. do ta mulojmë tani në analizën e tregjeve, sepse kishte RSI, ku ka RSI një zonë, është një zonë bounce, një zonë rritje VIX-i volatiliteti, dhe atë po shikoja që mund të ndodhi në javën që do vi. Okej, po lejmë kaq gjërat e vendet kryesore, dhe informacionet ekonomike kryesore të javës, dhe për javën tjetër do kemi normat e interesit të Bankës Qendrore, që do ta marrin në vëzhgim.